qenë paqëllimshme dhe në efekt në apoteke. Se në sallë vazhdimisht janë lënë tensione dhe kanosje. Tash që këto kanosit e qëto që pas ka ndodhë sa gjyqësore s'ke dhja në konën e Ferizaja, ku janë konë se këto absolutisht s'ka ndodhë asë një herës. Gjykata e Apellit ka kërkuar nga gjykata e shkallës së parë që mizorin, për çështjen e mizorisë ta dërgoj lëndën edhe një herë në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe të konstatohet se a ekziston mizoria në aspektin shkencor mjekoligjor. Dhe konform kësaj, unë kam propozuar që lënda të dërgohet, të nxirret edhe një ekspertizë mjekoligjore, duke ju referuar edhe literaturës mjekoligjore të doracakut të mjekësisë ligjore që zbatohet nga Mjekësia Ligjore e Kosovës, faqe 190, ku mizoria duhet të përshkruaj, duhet të konstatuaj se a ka ekzistuar shkutja e gjymtyrëve të trupit, mbytyja me zënën e frymës, hedhje në ujë, lënje pa ushqim, si dhe edhe ndërthyrja e qenë dhe elemente tjera që e përfshin teksti i Mjekësisë Ligjore, që është në mënyrë të njëjtë edhe me komentarin që është tash në zbatim nga ana e institucioneve të Kosovës. Për këtë propozim timin gjykata e shkallës së parë nuk ka vendosur fare. Sa i përket nxjerrjes së një ekspertize të re lidhur me mizori, a kanë ekzistuar elementet e mizorisë. Konsiderojmë se në këtë rast, veç që nuk ka arrit gjykata e shkallës së parë në Ferizaj të sigurojë gjykim të drejtë në mënyrë absolute, për shkak se në sallë vazhdimisht janë lënë tensione dhe kanosje, dhe nuk është marrur masa, është edhe në elementi tjetër që asnjë prej propozimeve, qofshin ato të nxjerra nga vendimi i Apelit, qofshin propozime të mia si mbrojtës, nuk janë aprovuar, mirë, po nuk e kemi në gjykim, nuk e kemi në gjykim në shkallës së parë dhe të dytë, e që në bazë në 369 paragrafi 7, gjykata ka qenë të obliguar edhe gjykata e shkallës parë edhe gjykata e shkallës dytë, të tregojnë pse janë refuzuar, prandaj ne duke pas parasysh dhe faktin se çfarë kushësh, çfarë thanash është marrë për zhvilluar procesin gjykatës themelore të Ferizajt, vazhdimisht me tensione dhe kanosje, vazhdimisht me kërcënime, përveç këtyre që kemi cek në ankesë. Nga Gjykata Supreme e Kosovës kërkojnë që në rast se lënda kthehet në rigjykim, që ta përjashtoj gjykatën e Ferizajt komplet dhe të caktoj një gjykatë tjetër themelore, sepse është e pamundshme në ato rrethana të bëhet dhe të sigurohet një proces i drejtë gjyqësor. A kime shtu diçka tjetër? Thjesht që nuk ka fare me rezultatet që kanë ndodhur. Ka qenë paqëllimshme dhe në efekt në apoteke. Tash që këto kanosit e qëto që pas ka ndodhë sa gjyqësore s'ke dhja në konën e Ferizaja, ku janë konë se këto absolutisht s'ka ndodhë asë një herë s'ka posë seancë tensionu me seancë, çdo seancë është zhvillu mënyrë shumë korrekte, shumë asë një pikë e kësaj ankese nuk qëndron në bazë të përshkrimit. E kanë citu për potencoj prapë dhe para juve të ndërruar antar të gjykus. Përshkrimi tekstual nga shiqimi vizual i videogjërimit dallon tepër, se është shumë ma e keqe. Do thotë, çdo pikë ku e kem, që e kem diskutabile diçka, videogjërimet që janë ekzaminu me datën 1 dhe 2 qershor të vitit 2023, i japin një përshkrim faktik. E japin çështjen e Shkopit, që është potencuar dhe në ankesë, nuk ka nevojë për ta të potencuar fare për shkak se Shkopi shihet në videogjërime. Shkopi nuk është më humbur nga i dënuari i parë. Shkopi shihet duke u kapur duke shkuar në dhomë. Te çështja e mizorisë. Mizoria ekskluzivisht i takon për mëmot gjykatës, jo ekspertit. Parimisht eksperti ka dhënë mbështetje ku thotë po, vdekja e të ndjerës është vdekje e ngadalshme, edhe është me lëndime të rënda, edhe me dhimbje të mëdha. Po, mizoria konstatohet si pas komentarit për shkak se shihet në videogjërime që e ndjera nuk ka konsumu, as nuk i ka dhënë ushqim, as nuk i ka dhënë. Realisht, në videogjërime shihen qartë ku dy të dënuarit tashmë hajnë pica, pinë ujë, e ndjera për ato 72 orë, sa ekzaminu deri në 48 orë deri në 72 orë, asnjëherë ushqim nuk ka bërë. E ndjera shihet duke u bartë në dorë, herë në një dhomë, herë në WC, me hematome, me lëndime shumë të mëdha. E ndjera shihet duke e qu në dhomë, duke u sillë, duke e godit herë në derën e WC-s, herë në derën e dhomës, edhe për aty do të mizerje graduale.
Burgimi përjetshëm konsiderojmë si përfaqësues i palës dëmtuar që është adekuat. Mbështes shumë raportet e vazhdimshme të grupit hynësit. Ka të avokatën se që dhe grupit spitalit.